dy pyetje. Dje KLG-ja ne na raportoi për situatën në sistemin e drejtësisë gjyqësorit. Vetëm për vitin 2024 janë regjistruar 84.720 çështje të reja në shkallën e parë, prej cilave 38.448 ishin penale, më shumë se gjysma. Pra më shumë se gjysma e vitit 2024 janë çështje penale, pra çështje kriminaliteti. Ndërkohë që në totalin e vet 66% janë çështje civile, por për vitin 2024 është rritur përplasja, konflikti i madh në shoqëri me karakter penal. Pse qeveria shqiptare ka një qasje kaq represive mbi shoqërinë, e cila nëse doni s'ka nevojë për ta materializuar, por është merrni deklaratat e kryeministrit dhe ajo që flet është gjithkohës dhunë e shtetit mbi shoqërinë, mbi qytetarët, dhe dhunë e cila më pas sigurisht do të prodhojë dhe shifra. Sigurisht ka dhe instrumenta tjerë në këtë qeveri, në qeverisje. Nuk është vetëm agresiviteti, dhuna dhe burgu. Çfarë masash do marri qeveria që të ndryshojë qasja në lidhje me mënyrën se si përdoret paraburgimi? Ne kemi rreth diku mbi 60%. Nga raportimi i vjetshëm ka qenë i tillë, mbi 60% kemi pas paraburgimin si situatë në burgje. Ndërkohë, si vjet nuk e di sa shifra, por Evropa ka 25%, Këshilli i Evropës, mesatare. OSBE-ja gjithashtu me deklarat, prezencë OSBE-s këtu, flet për të njëjtën problem. Pra paraburgimi që përdoret në mënyrë masive mbi qytetarët. Gjithashtu në lidhje me kodin penal. Sa jeni konsultuar me partnerët ndërkombëtarë? Sepse minimalisht përsëri citoj OSBE-n, drejtuesin e prezencës këtu, që në një intervistë thotë ne nuk jemi konsultuar në lidhje me kodin penal. Nëse juve thoni